realizimit të këtyre 500 agroturizmave të parë, pastaj të tjerët vazhdojnë normalisht me të njëjtën metodë, por do vazhdojnë të kenë atë barën fiskale njësoj siç e kanë agroturizmat sot normalisht me TVSH 6% dhe me taksa shumë të ulta për hir të vërtetës. Tani keni parasysh që në vitin e kaluar ka pasur 5.5 milion vizitor në parqet kombëtare, që është një shifër e jashtëzakonshme. 5.5 milion vizitor në parqet kombëtare, që ne i kemi të matshëm tani më, sepse nuk janë si dikur, po janë të matshme. Një pjesë e parqeve janë me bilet, një pjesë e parqeve janë me instrumenta që pikërisht për të matur flukset, dhe do të thotë që 5.5 milion janë faktikisht potencialisht klient të një rrjeti agroturizmi që gjendet aty rrotëm. Se gjëja që do të donin një pjesë e tyre, në mos gjithë, do të ishte që ta vazhdonin ditën diku aty rrotull dhe të shijonin diçka më shumë se sa të ktheheshin prap andej nga kanë ardhur. Dhe ajo që është akoma më interesante është që 1.3 milion janë qarkun e Shkodrës. Në zonat e mbrojtura të qarkut Shkodrës është shumë. Dhe rritja në krahasim me 2023 është goxha e madhe, ndërkohë që rritja në krahasim me 2022 është eksponenciale. Pra, Shkodra është hapur, edhe është bërë destinacion, ka shumë më tepër potencial, nuk diskutohet. Po nëse në qarkun e Shkodrës, që ka gjithë këto territore fantastike malore, do të ndiqet shembulli i Thethit, do të ndiqet shembulli disa investime shumë të bukura që janë bërë në Malësinë e Madhe, do të ndiqet shembulli dhe ndonjë investimi të bukur që është bërë në Vallën e Tejës. Do të jetë vërtet bekim i madh për Shkodrën, por do të jetë bekim i madh dhe për ata që do ta marrin përsipër këtë, dhe që mos rrinë andej jashtë që të punojnë për tjerët, apo që punojnë dhe për vete, po edhe një kafe me shije nuk e pinë dot atje, edhe për të bërë një muhabet duhet të presin ditën e diel, edhe për ta gjetë tavolinën e muhabetit duhet të bëjnë 2 orë me shku e 2 orë me ardhë. Do me thënë i bi jo me shku për të bërë muhabet, po me shku në boks. Se kështu janë distancat dhe kështu është pa harruar që koha më e bukur atje është kështu. Kështu që nuk besoj se ja vlen gjithë kjo gri e madhe në jetën jashtë punës, thjesht dhe vetëm për të qëndruar atje dhe për të punu, ndërkohë që duke ardhur, duke investuar, duke punu këtu, e ka treguar historia e këtyre njerëzve. Unë isha dje kur u kthyem nga Gjirokastra, në Tepelen, tek ai ndërtimi hoteli që ka bërë një emigrant i kthyer nga Londra, ishte plot, shiu jashtë, njerëzit brenda. Plot. Dhe po të pyesësh atë, e tregon vet ai se sa i lumtur është që ka marrë vendimin të kthehet në Shqipëri dhe të investojë kursimet e tij në Shqipëri. Tjetra që dua të nënvizoj për pa ju marrë shumë kohë
është që agroturizmi, zhvillimi i këtij rrjeti do të stimulojë shumë prodhimin, po prodhimin e cilësisë lartë, prodhimin bio, prodhimin e kushtueshëm. Dhe nëse sot agroturizmat janë, si thosh, një ofertë më e lirë, me hyrjen në Bashkimin Evropian, do jenë një ofertë luksi. Nuk do jenë hajtë se po shkojmë të ham pula në fshat. Do jenë një ofertë luksi, siç janë në të gjitha ato zona të Italisë, apo të Austrisë, apo të Francës, apo të Gjermanisë, ku është shumë e vështirë të gjesh vend e para, dhe e dyta është vërtet një ofertë speciale, sepse të ofrohet një moment jashtë rrëmujës, jashtë rrëmetit, edhe në mes natyrës, edhe me gjithë ato gjëra që nuk i gjen më dot në jetën e përditshme të qytetit, përveç se në shtëpi. Ndërkohë që po ashtu duke zhvilluar këtë lloj ekonomie, do të hapet rruga për të zhvilluar dhe produkte eksporti bio, për shembull, në disa pika tani prodhimet e vajit të ullërit të agroturizmit kanë filluar të shesin jashtë, si prodhime speciale, jo si prodhime në masë. Këto normalisht duhet ju vlejnë të gjithë atyre që janë në dilemë, dhe besoj që shembujt e shumë, ne kur kemi nisur këtë përpjekje, nuk kishim një ose dy agroturizma, po faktikisht sot kemi afro 250 të tillë. Dhe një pjesë e madhe janë mbështetur nga qeveria nëpërmjet programeve të AZHBR-s, një pjesë tjetër janë bërë vetë. Ne do vazhdojmë mbështesim dhe besojmë që kur të kryhet dhe kjo 500-ja që kemi parapar, atëherë do të jetë shumë më e lehtë për të ecur, edhe do të jetë shumë më e lehtë për bankat për të financuar. Por sot që flasim, bankat kanë këtë instrument në dorë që e kemi siguruar me Bankën e Shqipërisë. Dhe sot që flasim, kredia për të zhvilluar një ndërmarrje të vogël dhe të mesme ku fusim këto agroturizma është nën 3%. Një kredi nën 3% me një kolateral të mbuluar në 7% nga shteti, dhe më pas ne do shohim dhe instrumenta të tjerë. Kemi kaluar edhe projekt ligjin e Bankës së Zhvillimit, më në fund do kemi bankën tonë të zhvillimit, që do të jetë në dispozicion pikërisht të gjitha atyre sektorëve dhe të gjitha atyre sipërmarrjeve që nuk janë dhe aq lehtë të financueshme nga bankat tregtare që duan